Adi Grigori, bekimin tuaj. Faleminderit. Tema jonë është pra besimi si themel në udhëtimin ton me Zotin. Jo pa qëllim, pra është zgjedhur kjo temë të udhëtojmë me Zotin. Jeta jonë është vërtet një udhëtim për çdo njeri, por në mënyrë veçantë për ne të krishterët është një udhëtim me kuptim, sepse besojmë që jemi në këtë botë nga Zoti, edhe qëllimi, destinacioni ynë është përsëri të jemi përjetësisht me Zotin. Në historinë njerëzore, njeriu mendon kush është Zoti? Ekziston Zoti? Dhe kështu është përpjekur që të zbuloj diçka në lidhje me ekzistencën të Zotit. Nisur nga këto pyetje brenda tij, por edhe nga realiteti ku ai ndodhet në botë, në historinë njerëzore, konstatojmë 3 kategori të cilët flasin për një ekzistencë hyjnore. Kemi themi ato që njeriu bazuar në realitetin ku jeton, ndoshta nisur nga fenomene të ndryshme të natyrës, ka menduar që ekziston një fuqi që është përtej tij, edhe nisur ndoshta nga frika, apo edhe nga situata të ndryshme, është përpjekur që të ndërtojë një marrëdhënie me të shenjtën, themi. Kështu që ndoshta kemi atë që është e njohur që mitologjia flet shumë, që njeriu është përpjekur të zbusë hyjnoren përballë kësaj frike brenda qenies së tij. Ndoshta të ndërtojë një marrëdhënie për të zbutur këtë qenie që ai ka menduar me mendjen e tij, duke i ofruar një adhurim, duke i ofruar ndoshta një lutje. Është pra e njohur historia e mitologjisë që flet. Është edhe një kategori tjetër e njerëzve, të themi, që kanë zhvilluar më shumë mendjen e tyre, të cilët me arsyen e tyre, duke verifikuar fenomenet natyrore, por edhe duke disiplinuar mendjen e tyre, ndoshta edhe me atë mendjen që ata kanë zhvilluar dhe disiplinuar përballë shkencave të ndryshme, janë ata të njohur, themi, filozofët. Ndoshta filozofët mund të përmendim kategorinë e filozofëve të lashtësisë son, të cilët janë përpjekur të zbulojnë që ka një shkak për ekzistencën e gjërave, një shkak për funksionimin e gjërave, një shkak që i vendos në lëvizje. Edhe ky shkak ndoshta është shkaku që i pa shkak. Kemi thënien e njohur të Aristotelit. Pra është kjo kategori njerëzve cila mendja ja imponon që të pranojnë ekzistencën e një fuqie, e një hyjnie. Ekziston dhe një kategori tjetër. Është e njohur pra ajo tradita, themi, judeo-kristiane. Cila është kjo traditë? Çfarë na flet kjo? Kemi parasysh historinë e njohur, që është e njohur pra nga dhjata e vjetër me Abrahamin, ku Zoti i zbulohet Abrahamit, e thërret Abrahamin, dhe e fton atë nga një vend të shkoj pra në një vend tjetër, të lej vendin e tij. Edhe Abrahami e dëgjon, i beson, dhe kështu ndërton një marrëdhënie besimi dhe mirëbesimi, si dy të njohur, si dy miq. Dhe Zoti e vërteton
hynin e tij me premtimet që ofron Abrahamit. Është i njohur premtimi që i dha që do ta bëjë atë të kombeve. Dhe kjo është një traditë, themi, e njohur, që themi është Perëndia, që është i etërve tanë, i Abrahamit, Isakut, Jakobit. Këto janë tre kategori, themi, të njohura të përpjekjes njerëzore nga njëra anë, por edhe të zbulesës hynore nga ana tjetër, siç është në rastin e Abrahamit. Këto tre kategori nuk janë thjesht të njohura në historinë njerëzore, por ndoshta mundet secili mund të gjejë veten në këto tre kategori. Ajo që ftohemi ne si krishterë, patjetër duhet përfshihemi ke kategoria e tretë. Dhe duhet besojmë fort dhe të jemi të bindur edhe të punojmë fort që të jemi pjesë trashëgimtar të bijve të Abrahamit. Kjo do ishte më e drejta dhe këtë thirremi dhe udhëtimi ynë duhet të jetë një udhëtim i tillë si bij të Abrahamit, brez pas brezi. Thash që këto tre kategori që përshkruam më lart nuk janë thjesht të një historie, por ndoshta ka njerëz edhe sot në jetën tonë të cilët mund të pranojnë ekzistencën e një Zoti thjesht nga nevoja e tyre psikologjike, për të zbutur ndoshta frikën që mund të ketë brenda tyre, apo ndoshta për një interes të ngushtë, pra si një nevojë emocionale. Ndoshta ka të tjerë që mund të pranojnë ekzistencën e Zotit thjesht sepse nisur duke pretenduar që janë ndoshta dhe intelektual, që njohin, kanë lexuar, dhe mendja e tyre që kanë një logjik të fortë, dhe thot po, ka një qenie që është superiore, qenie binatyrore, por mbeten këtu, janë të njohur ndoshta ata dhe me termin agnostik, por që nuk interesohen për të hyrë në një raport, në një marrëdhënie. Edhe është kategoria e tretë, e cila jo thjesht pranon ekzistencën e Zotit, po kërkon ta njohë më shumë atë, të kërkoj një marrëdhënie ngushtësisht me të, një marrëdhënie besimi dhe mirëbesimi, duke udhëtuar me të, duke jetuar me të, duke kuptuar më shumë rreth tij, dhe duke zbuluar më shumë në këtë raport. Dhe sa më shumë zbulon, aq më shumë kupton kush është ai vetë, po ndoshta edhe praninë e Zotit ta ndjej realisht në jetën e tij, dhe të vërtetoj edhe personalisht në këtë raport, por edhe të fuqizohet me praninë e përvojës së etërve e bijve, themi, brez pas brezi. Kështu që çfarë kuptojmë? Që besimi ynë nuk është një besim në një nocion teorik apo një ide ideologjike, por është një besim që bazohet në një person në të cilën ne ftohemi të ndërtojmë marrëdhënie personale me të. Këtë duhet të zbulojmë. Dhe Krishti prandaj erdhi për të na zbuluar pikërisht këtë marrëdhënie personale me Zotin. Dhe ky është besimi ynë. Është një besim i cili nuk kërkon të zëvendësojë logjikën, por që e tejkalon atë. Dhe logjika është ajo që e përforcon më shumë. Është ajo që thot Augustini, që unë besoj sepse dua të njoh, sepse dua të kuptoj, se duhet të mësoj më shumë. Dhe kemi shumë shkencëtarë që në saj të besimit të tyre zbuluan gjëra shumë më të rëndësishme, që janë të njohur për rëndësinë e zbulimit të tyre. Dhe patjetër besimi ishte një themel i rëndësishëm në jetën e tyre. Ne kuptojmë që
njerëzit vërtet që kanë një besim, people that truly have faith një besim në një person, in a singular person, siç është personi i Perëndis, as is the person i Krishtit, above us, of Christ. din të japin jetës kuptim, Know how to give their life purpose. madje përmes këtij kuptimit të jetës Between this understanding of life, kanë zhvilluar dhe kanë zbuluar they have developed and discovered një qytetërim, themi, një qytetërim që i vlen jo vetëm për botën, a creation of por edhe për përjetësinë. not only helps the earth, Dhe kjo është shumë e rëndësishme për secilin prej nesh. being able to live Nëse do ta shikojmë në këtë aspekt, our lives. And if we're going to look at it through this aspect, through this view, janë shumë thënie rreth besimit there are many në shkrimin e shenjtë, about faith si në dhjatën e vjetër, in the writing of edhe në dhjatën e re. Ndoshta duhet të ndalem pak tek hebrejt maybe also need to look për të konkretizuar gjitha këto që themi. to Është e njohur në kapitullin 11 vargu 1 ku thot apostull Pavli, the dhe besimi është tregimi i gjërave trust and faith is që nuk shohim dhe atyre që shpresohen. the sure thing. Ndoshta një përkthim i ndryshëm mund të hasim dhe mund na krijojë një problem, ndoshta nëse do ta shikojmë It's difficult to understand maybe, në gjuhën origjinale. and it's hard to understand its original. Apostull Pavli na përmend që besimi ka nevojë, si thosh, është siguria, është baza, është themeli, Faith is the ipostasis, ai përdor termin ipostasis. Kështu që për ne të krishterët është një bazë, është një themel, është një siguri. it's a Apostull Pavli nuk po përdor një filozofi për të trajtuar besimin. philosophy to Se nëse do t'i referohemi këtij kapitulli, ai flet shumë we follow. duke sjellë ndërmend What he said before, he talked etrit about e dhjatës së vjetër, following në të cilën në saj të besimit and in this belief bën gjithçka. you can do does everything. Mundën tirani, mundën themi pasionet, mundën veten dhe treguan Use their passion to use themselves se çfarë do thotë realisht to prove besim. what faith really is. Besimi për ne është një vepër. Belief for us is Ka nevojë për veprat. faith for us Demonstrohet përmes veprave. actions. Vet apostulli Jakobi thot, besimi pa vepra është i vdekur. Jacobi says faith without action is nothing. Prandaj ne të krishterët That's why as followers of Christ jetojmë me këtë besim, live with this belief. me këtë besim që reflektohet në veprat tona. It is reflected in our actions. Besimi ynë ka nevojë Our belief needs të ushqehet vazhdimisht, to be fed, të ushqehet përmes jetës së kishës, to be fed through përmes modeleve të shejtorëve, through the models of our saints, përmes lutjes, through prayer, përmes pjesëmarrjes tonë në misteret e through kishës. our contribution to the church. Nuk mjafton thjesht vetëm të njohim nga ana teorike mbi besimin tonë. Through theory, our belief. Ne kemi nevojë për ta jetuar We atë. also need to be able to live our belief, our faith. Le të kujtojmë një shembull tjetër nga dhjata e vjetër, From the Old Testament, nga dhjata e re, the New Testament, me dy nxënësit, me njëherë pas ngjalljes, tek bisedonin për shkrimet, talking about the writings. tek i digjej zemra thot për shkrimet, Someone's heart, their por ende nuk e kishin njohur realisht they Zotin. didn't really truly know God, Dhe ata njohën realisht kur morën pjesë and they only knew në bukën duke ngrënë, pra kur në thyrjen e bukës. with the breaking of that bread. Kjo është për treguar dhe një herë sa e rëndësishme është misteri How it në kishën ortodokse. the faith Dhe kjo e bën të veçantë kishën ortodokse. Pjesëmarrja në misterin e kungimit. of communion, Aty shprehim realisht besimin dhe njohjen reale të Zotit. belief in God, Kemi nevojë për këtë. and we really need this. Pse? Now why? Sepse në botën e sotme, Because in today's world, ndoshta kemi shumë njohuri, maybe we have, por kemi pak but we have very little kuptim për jetën, për marrëdhëniet me Zotin with God, apo edhe me njëri tjetrin. one another. Mund të kemi arritje në teknologji, në komunikim, Many developments in technology and communication, komunikimit përmes teknologjisë, por kemi pak but even with this technology, kungim, shoqëri të vërtet true community, friendship, me njëri tjetrin, edhe me Zotin patjetër, me Zotin dhe me njëri tjetrin. with God and with one another. Mund të kemi fuqi nga ana jashtme, We have much fuqi në disa aspekte, strength in many different aspects. ndoshta dikush me mendje, Maybe someone with their mind, dikush me pushtet, someone with their dikush power, me para, someone with their money, por jemi shumë më të brisht, shumë më të pasigurt brenda vetes. we are
much weaker inside and without security. Ndërsa me besimin real te Zoti ndodh krejtësisht e kundërta. Belief of God. And the belief of God does. Dhe këtë e tregojnë shejtorët, që ndoshta nuk i kishin këto që thamë, Who maybe didn't have the power. po kishin një fuqi të brendshme Had a power. dhe përmes fuqisë së brendshme, ashtu siç përmenda më lart që i përmenda apostull Pavli, shembull nga Dhjata e Vjetër, u treguan vërtet Through the examples of the shembuj të gjallë, modele të gjallë të besimit tonë, examples of faith in God. duke mos u trembur nga asgjë, Without fear from any përballë asnjë lloj persekutimi, without fear from any asnjë lloj përndjekje, any sort of asnjë lloj themi frike. fear. Dhe kjo është që realisht largon frikërat. And this Kjo është që na bën njerëz të lirë. scares away fear and Kjo që na bën njerëz të përjetësisë. what makes people Jo se dhe ata nuk kishin frikë, not because jo se dhe ata nuk ishin të dobët, they were weak, por në saj të besimit but because they had e transformuan frikën, faith. i transformuan dobësitë e tyre, They transform their weaknesses. Their duke u transformuar pra me Zotin në saj të besimit transfer to the side of personal, një besimi, komunikimi person ballë për ballë me atë. faith and communication, person to person. Ndoshta pa e parë, Maybe without por duke besuar në përvojën e etërve vazhdimisht brez pas brezi. generation to generation, this will exist. Ky është besimi ynë. This is our Ky është themeli. This is our faith. This is the base. Kjo është fuqia e besimit tonë. The strength, Një fuqi transformuese. life-changing strength. Sepse nuk mjafton të deklarojmë ose të deklaroj dikush This is not enough to just say që beson thjesht në ekzistencën e Perëndis. the existence of God. Zoti nuk ka nevojë God does not need this. që ne të besojmë thjesht që Perëndia ekziston, The existence of a higher sepse ndoshta ai ligu këtë e beson. because you may also believe in the Ajo që e bën të ndryshëm është pikërisht person that makes it different jeta me të, is true besimi dhe mirëbesimi në të, belief between veprat tona duke ecur me të, transformimi ynë our transformation me in të. the name of God. Ky është besimi i vërtet. True belief and true faith. Dhe kështu mund të sigurojmë And through this we can që atë për takimin e tij that me të në përjetësi ballë për ballë. Ndoshta mund të shikojmë, siç thot apostol Pavli, si një pasqyrë të errët, we see in the dark por mos harrojmë Apostle Paul, but we must never forget që jemi dhe Zoti lumëron pikërisht that we are ata që besojnë pa parë, those who believe without seeing, siç ndodhi me apostull Thomai. as happened with Apostle Thomas. Edhe apostull Thomai ndoshta nuk pati nevojë Thomas maybe didn't të provonte prove besimin e vet në fund fare, pavarësisht se na thuhet që e preku, even though ose më saktë nuk na thuhet që e preku, po Zoti i bëri ftesën që të preki. invited him Çdo njeri t'ja bën prej nesh ftesën për ta prekur, to everyone, for everyone to por ne duhet marrim come and reach him. edhe nga shembulli i Thomait, But we must also take this që nuk pati nevojë të prekim touch God fizikisht, physically, por prekjen e brendshme his edhe ne të përfundojmë internally të themi Zoti im dhe Perëndia im. is the way we can. Për këtë prekje kemi nevojë And we need secili. through this touch is how we can Mos u friksoni edhe nëse keni dyshime në jetën tuaj, have doubts and por të gjeni realisht we need to find pikërisht forcën që të prekemi realisht, that we can really truly touch ekzistencialisht, edhe Zoti na jep mundësinë secilit prej nesh and that God gives us që ne ta prekim atë for us to touch God me qenien ton, me jetën ton, me veprën ton, edhe të pohojmë Zoti im dhe Perëndia im. believe and to have God E janë i të bekuarit in our life in our heaven. e Atit tim, hyni në gëzimin e Zotit. Enter blessed and in Faleminderit.